Të dashur shqiptara, e dini ju që Agroni, krijuesi i teorisë së embryomorfemave, fsheh një sekret të madh. Familja e tij ka qenë e dashuruar me ilirët, me pëllazgët, dhe i kanë vënë Agronit emrin e mbretit i lirë. Agroni që në familji ka qenë i dashuruar dhe i mrekulluar me ilirët. Dëshira e tij ka qenë që të shpjegoj fjalët e shqipes, që në familji. Unë e kuptoj shumë mirë Agronin, sepse të njëjtën dëshirë kam pasur unë që në familji. Të shpjegoj fjalët e ilirëve. Dhe kam arritur këtë fal punës së palodhur të gjithë shqiptarëve, të gjithë studiosëve, pavarësisht nga pikpamjet e tyre. Tani, emri Agron shqiptohet ndryshe në ilirisht. Agron me një o të gjatë që është zhdukur në gjuhën shqipe. Çfarë është ky emër, Agron? Të dashur shqiptar, emri Agron është emër i lakimit të tretë. Në ilirisht del pa formën e trajtës së shquar, thjesht Agron. Por në helenisht dhe në ilirisht është e njëjta gjuhë, ilirishtja nuk i përdor format e trajtës së shquar. Ky është i vetmi ndryshim. Pra, në helenisht emërore ho Agron, ilirisht Agron. Gjinore tu Agronos, ilirisht Agronos. Në rasën dhanore, toj Agroni, një lloj si në shqip, e njëjta fundore. Në gjuhën shqipe është Agroni. Edhe në ilirisht, pa formën e trajtës së shquar. Sot. Në rasën kallëzore, ton Agrona. Në gjuhën shqipe është Agronin. Në thirrore, o Agron. Në gjuhën greke është hequr o, por është në shqip, o Agron, dhe në ilirisht. Nuk gjej dot fjalë. Njeriu i dashur për mua, ose njeriu më i dashur, është daja im, profesor i matematikës, i cili thoshte gjithmonë, në histori datat janë gjëra më e rëndësishme. Nuk mund të bëhesh gjuhëtar, nuk mund të bëhesh historian, në qoftë se nuk kupton datat. Përdorimi më i lashtë i emrit Agron është gjetur në pllaka prej balte në Azinë e Vogël, në mbretërinë e Lydis. Kjo është shumë rëndësishme, sepse kryeqyteti i Dibranëve ka qenë Huskana, është emër nga Lidia, zbulimi im. Dhe tani, në këto pllaka prej balte, krijohet një evolucion i shkrimit hitit në një shkrim të ri, ku çdo shenjë përfaqëson një fonem. Pra alfabeti fenikas si koncept ka lindur në Lidi, është e sigurt kjo, dhe ky lloj shkrimi i çuditshëm, lidian, vihet re edhe në Myken, në Kret. Reduktohet numri i shenjave të Kretës nga 1500 në rreth 66 shenja që përfaqësojnë format fonetike të këtyre shenjave. Këto shenja të Kretës përdoren në alfabetin e Lidis në vitet 1200 para erës sonë. Mbas shpjegimit dhe zbulimit dhe deshifrimit të shkrimit të Kretës, u arrit të zbuloheshin pllakat lidiane dhe mbreti i parë i Heraklidëve në Lidi në vitin 1200 para erës sonë quhej Agron, pra zot që është në qiell. Deri në këtë moment që po bëjmë këtë film, unë mendoja që
fiset greke kanë pushtuar Ilirin. Por nuk ma merrte mendja kur që emri Agron i Ilirëve të jetë formuar në vitet 1200 para erës sonë dhe deri në këtë moment që po bëjmë këtë film nuk është shpjeguar asnjëherë nga vjen fjala Agron. Hap fjalorin e Hezikiusit të Aleksandrisë dhe gjej emrin Agroneus, emër mbiemëror, që nuk kuptohej nga grekët, ishte fjalë ilire, dhe ai e shpjegon Agroikos, do thot si ai i arave, do të thënë fshatar, është sharje në greqisht. Ilirët nuk e dinin që ishte sharje në greqisht, por ky emër ka ekzistuar në vitin 1200 para erës sonë, sepse profesori i matematikës thot që viti 1200 para erës sonë në Lidi është më i hershëm se viti 230 para erës sonë në Iliri. Emri Agron është shpikur 1000 vjet më herët në Iliri, por është përdorur në Lidi. Nuk gjej dot fjalë. Një zbulim kaq i thjeshtë që si ka shkuar mendja njeriut. Pra grekët vet nuk e kanë lexuar me vëmendje as Iliadën, as Odisean në origjinal, dhe as fjalorin e Hezikiusit të Aleksandrisë, as enciklopedinë e Bizantit. Grekët ose e kanë ditur dhe kanë fshehur, po do kishte dalë diku në internet, ose as që u ka shkuar mendja që ilirët kanë folur dialekte helene. Pra helenishtja ka qenë një lloj si anglishtja sot, pra zonja Kocaqi ka të drejtë. Për fat keq, një lloj helenishtje epike pa format e trajtës së shquar, dialekti epik që grekët thonë nuk është folur kur nga askush, por është përdorur vetëm në poemat epike të Iliadës dhe Odiseas. Kjo është gjuha e përdorur si një lingua franca. Lingua franca lindi si koncept kur kryqëtarët frank u nisën për të çliruar Jeruzalemin, por me dinakëri pushtojnë Shqipërinë, pushtojnë Greqinë, pushtojnë Konstantinopolin për 250 vjet. Do bën shkaku i rënies së perandorisë së Bizantit. Mori fund Bizanti. Vitet e fundit ata janë sunduar nga frankët. Pastaj bizantinët thirrën në ndihmë turqit dhe turqit kanë hyrë në Europë prej bizantinëve grek. Grekët kanë sjellë turqit në Europë për të mposhtur frankët, ndryshe frankët nuk mposhteshin kurrë. Pra, gjuha franceze është përdorur nga kryqëtar të tjerë si gjuhë e përbashkët. Fiset që sulmuan Egjiptin janë gjithashtu dhe fise ilire, është e vërtetuar nga emri Dardein, gjetur në piramidat e Egjiptit. Por përfundimisht, absolutisht, emri Agron është regjistruar në pak prej balte të pjekura. Ky emër i përket vitit 1200 para erës sonë, kur nuk ekzistonte qytetërimi grek në Greqi, por qytetërimi i Mikenës në Kret. Greqia nuk ekzistonte fare si mbretëri, as si qytet shtete akoma. As Roma nuk ekzistonte. Por ky është emri i lirë, Agron, është sharje në greqisht, do thot fshatar, ose pronar tokash. Ky është emri i mbretit të Lidis, i regjistruar në pllaka prej balte me shkrimin lidian. Dhe është gjetur ky emër edhe në Miken. Agron, po pa shkronjën e fundit. Akoro. Në vend që të shkruaj Akoron, është shkruar Akoro, emri i Agronit në Miken. Dhe këto shenjat e Mikenës janë gjetur në Lidi. Edhe aty është Akoro, në Lidi, një lloj si në Miken. Nuk gjej
dot fjalë. Pra ju do t'i besoni profesorit të matematikës, Dajsim, që thot: data e zhvillimit të ngjarjeve historike përcakton pikërisht origjinën e gjuhëve, origjinën e fjalëve, dhe nëse kjo fjalë ka lindur për mbretërit Lydian dhe Ilir në vitet 1200 para erës sonë dhe është sharje në greqisht, grekët nuk e kanë përdorur për veten e tyre, po për të huaj. Pra agroni është Ilir, është e sigurt. Pra studiuesi i gjuhës shqipe ka një emër të shenjtë, megjithëse është sharje në greqisht, është emër i përdorur në vitet 1200 para erës sonë. E pabesueshme. Data është gjëja më e rëndësishme në gjuhësi. Të tjerat janë vetëm hamendje. Kur shikon pllakat e pjekura me emrin agron, të gjitha shpikjet e agronit shkojnë. Jo dini se ku shkojnë. S'ka në rëndësi shpikjet e agronit, por emri i agronit është i rëndësishëm, emri i tij që ja kanë vënë prindërit e dashuruar me ilirët. Bekuar qofshin prindërit e agronit që më sollën mua për të kërkuar emrin e agronit dhe e gjeta. E pabesueshme. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor.